pritet, pra që të ndodhë si dhe mësaj radhës që është pas 20 orëve, frasin tani këtu në studio me deputetin e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike, zotin Rashid Qali. Dhe Qali, mi shtërin nga Kosovë. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Vetëm 1 minutë e 55 sekonda zgjati së seanca. A po pritani me shku në për këtë seanca kur dihet rezultati apo shkoni, si me thonë, me vullnet? Po është e vërtetë që seancat po zgjasin shumë shkurt, në fakt nuk dija mund të quajnë seanca, më shumë mund të quajmë tentativë për të pajtur një seancë, edhe pse u bën shumë tentativa. Ne do të shkojmë, me qenë se jemi zgjedhur deputet në Parlamentin e Kosovës, po me të drejtën ne shkojmë si pa zemër, shkojmë me një nuk ta quaj përtesë, po me një hezitim për shkak se po e dim që nuk ka ndonjë zhvillim dhe nuk ka ndonjë tentativë që të krijohet një shumicë parlamentare që pastaj të zgjedhen organet e Kuvendit të Kosovës. Dhe kjo pas gjatë, e dim arsyet pse, dhe mendoj që është e padrejtë që populli i Kosovës të shoqërojë një situatë të tillë në Kuvendin e Kosovës. Edhe sa do të zgjasin seancët e tilla të ngjashme? Se sa do të zgjasin nuk e di, po e di një gjë që po të ketë vullnet për zhbllokim të situatës është fare lehtë. Ne si Partia Demokratike të Kosovës në vazhdimsi kemi bërë të gjitha veprimet që të krijojmë mundësinë për zhbllokimin e situatës, mirë po nuk ka ndonjë vullnet nga koalicioni fitues që ka fituar më shumë të urse në Parlamentin e Kosovës, pra nga lëvizja vetëvendosja, Alternativa dhe Lista Guxha, meqense se ata janë duke tentuar që me çdo kusht ta shtyjnë përpara formimin e një komisioni për votim të fshehtë, e që ne, Partia Demokratike e Kosovës dhe parti tjera që janë përfaqësuar në kuvend, jemi duke refuzuar, gjithmonë duke marrë parasysh që po tentojmë që ta mbrojmë lishmërinë dhe kushtetshmërinë në këtë vend. Pra ne, veprimet që jemi duke i bërë me vedije të plot, duke shpresuar që edhe një vendim e gjykatës kushtetuese do del shumë shpejt, edhe pse nuk mund të paragjykoj se si do të jetë vendimi, mirë po jemi të bindur që veprimet tona janë në vijë, në pajtim, edhe me rregullorin e kuvendit, edhe me ligjet e këtij vendi, po edhe me kushtetutën e Kosovës. Fakt, gjashëm thonë edhe në vetëndosje, sepse ata po shkojnë në kuvend, po votojnë, por jashtë opozita e dikushme që nuk po voton. Po, kjo do të shihet shumë shpejt. Unë mendoj që çfarë do vendime që tjetë nga gjykata kushtetuese, flas në emër të Partisë Demokratike, ajo do të respektohet 100% nga të gjithë anëtarët, nga të gjithë deputetët e Partisë Demokratike, dhe ju do të shihni që nuk do të ketë asnjë devijim nga ai vendim që do të mirret nga gjykata kushtetuese. Nëse mirret, nëse vije. Kur keni vendosur që të mos merrni pjesë, mos ta votoni fillimisht zonin Haxhiu dhe më pastaj të mos merrni pjesë në votimin për këtë komisionin, pra për ta ndruar formatin e votimit, a ju ka shkuar mendja, a keni paramenduar se mund zgjas kaq shumë? Jo, absolutisht jo, edhe pse është folur mjaft shumë për krizën eventuale që mund vi, për shkak të numrave që janë në kuvend, mirë po ne kemi votuar, kemi marrë pjesë në procesin e votimit kur është propozuar zoni Arbolina Haxhiu, deputeti Haxhiu, pra në Kuvendin e Kosovës për kandidatët për kryetarët e parlamentit. Normalisht që kemi votuar kundër, kemi thënë arsyet pse, dhe është e drejtë çdo deputeti, po dhe partive politike të përfaqësuara në parlament që të votojnë për kundër apo të abstenojnë. Dhe në këtë proces kemi marrë pjesë dhe kemi votuar si grup në kundër zgjedhjes së Arbolina Haxhiut. Ndërsa sa i përket kësaj pjesës tjetër, me thënë drejtën, as që kam guxuar të mendoj që një parti politike serioze tenton që në Kuvendin e Kosovës të bëjë një veprim antikushtetues. Është shumë gjatë shkoj. Është e vërtetë, po do të shkoj shumë gjatë. Partia Demokratike e Kosovës nuk do të bëjë asnjë veprim kurrë që shkel kushtetutën e vendit. Një pyetje që po shtrohet në opinion është se kush do të lodhet? Nuk është çështje se a do të lodhemi apo jo. Është çështje parimeve dhe respektimit ligjeve të veni, dhe mendoj që në këtë fushë do të jemi shumë konsekvent dhe nuk do të ketë absolutisht asnjë lëshimpe, për shkak se prapë po them me bindje të plot, jemi duke mbrojtur lishmërinë dhe kushtetshmërinë në këtë rast, pra rreth formimit të komisionit për votimin e fshehtë, që ne konsiderojmë që nuk është në vijë kushtetuese. Në anën tjetër, qeveria në detyrë po vazhdon aktivitetet. Pra, para dite deputet, për 1 minutë e 55 sekonda, pjesën tjetër ditës, kryeministër ose ministra. Po, është e vërtetë që ata janë deputet në Parlamentin e Kosovës, pra deputeti Albin Kurti është deputet i zgjedhur për Parlamentin e Kosovës, ndërsa ai ka okupuar zyrën dhe pozitën e kryeministrit në mënyrë të kundërshme,
Me qenë se si pas bindjeve tona... Si pas ti po ja mundëson ju këtë qeverisë Kurti 2.5? Ndëgjon, ai nuk respekton kur asnjë listë Tivani. Kur s'ka respektu kur, edhe kur ka qenë opozit, po edhe kur ka qenë kryeministër, edhe tash që është deputet, pra me veprimet e tij po dëshmon që çështja e interesit të shtetit ai se ka absolutisht në plan të parë, është diçka tjetër çka i thot, mirë po veprimet po tregojnë që realisht nuk e do të mirë në këtij vendi. Si ja dën të mirën? Me veprimet që po i tregon, po i bën, po tregon që nuk ja don të mirën në këtij vendi për shkak të një kryenësie të tij dhe disa individëve në partinë e tij, ai po tenton që të shtyej zgjedhjen e organeve të kuvendit sa më gjatë që është e mundur, për vetë faktin që si ka numrat për familjen e qeverisë, po edhe për një çështje tjetër, për shkak që t'ja pamundsoj deputetëve të Parlamentit të Kosovës që në seanca që do të kishin pasuar mas formimit të institucioneve, pra mas formimit të kryesisë së kuvendit dhe kryetarit, të diskutojnë për skandalet e panomërta që janë duke ndodhur nga këta ministrat që në mënyrë të kundërleshme i kanë uzurpuar pozitat e ministrit. Pra, të gjitha ata që janë deputet, ata janë deputet dhe nuk janë ministra, ndërsa ka aty individë të cilat nuk janë pjesë e Parlamentit të Kosovës dhe që mund t'i quaj ministra në detyrë, që është këtë në rregull. Mirë po jo këta të cilat janë zgjedhur si deputet. Dhe unë mendoj që ka të bëjë shumë me këto çështjet e skandaleve, një pas një që i keni, sidomos skandalet të mafisë energjetike dhe ato skandalet në Ministrinë e Bujqësisë, që mos të diskutojmë edhe në seancën e Parlamentit të Kosovës, po për më shumë të mos t'i thirrëm pastaj në komisionin parlamentare, ku me të vërtetë qytetarët e Kosovës kishin me i pa në detaje se si janë këto skandale dhe çka është duke bërë atyre. Pra po ruajnë pozitat. Mendoj që po, edhe arsyeja kryesore është prapë që të ikim përgjegjësisë për veprimet e tyre të kundërligjshme që janë duke bërë në vazhdimsi. A ka veprimet kundërligjshme që mund të jenë të faktueshme apo vetëm pretendime? Me vetë faktin që ne flasim për kompani fiktive, të cilat manipulojnë me qindra miliona euro në këtë vend, ato janë fakte të cilat janë prezantuar nëpërmjet ekraneve televizive, edhe në konferenca për shtet Partisë Demokratike, edhe në organe tjera, dhe mendoj që faktet janë të bollshme për prokurorinë, e cila, jam shumë i bindur, do t'i shqyrtoj, do t'i hetoj dhe pastaj do të marrim veprime konkrete, gjithmonë në bazë të dyshimeve që ne i kemi. Mendoj që këto dyshime i keni pa, kanë marrë rrugë, sidomos në rastin e çështjes së Ministrisë Bujqësisë, ku veç janë intervistuar edhe ministri edhe persona tjerë, dhe mendoj që nuk duhet shumë bedije, apo nuk duhet shumë për një qytetar që ta krijoj përshtypjen se kur të intervistohet një ministër dhe stafi i tij për keqpërdorim që janë bërë publike, mendoj që pastaj për çdo një është e qartë se ku jemi. Pa kush e ka menduar ose gjithmonë njerëz kanë shpresuar dhe kanë votuar lëvizjen vetëndosje pikërisht për faktin se po vjen një frymë që është kundër korrupsionit, do të ketë zero korrupsion. Nga këto që po thoni ju dhe nga konferencat që ka mbajtur PDK-ja për subjekte tjera politike, sigurisht edhe në deklarimet në media, a mund thuhet që ka qenë këtë kundërta? Mendoj që janë super të korruptuar. Mendoj që çdo veprim ose shumica e veprimeve që i kanë bërë, këtyre veprimeve me skandale të shumta, i kanë bërë në mënyrë më tegër të mundshme, duke mos respektuar as procedura, as tender, as prokurim, as asgjë, mirë po duke i kryer në një farë mënyrë të cilën edhe unë jam i befasuar se si guxojnë dhe si të veprojnë ashtu. Pra, shin elemente. Shumë elemente, shumë çështje janë të drejtuar nga prokuria e këtij vendi, dhe mendoj që me kohën do dalin edhe të vërtetat kur të fillojnë seanca gjyqësore për personat që mund të akuzohen zyrtarisht. Ndërkohë, zoti Çalaj, një kolegi juaj në kryetari PDK-s pak më përpara Enver Hoxhaj në Rubikon këtu në Klan Kosova, latë nënkuptohet se mund të shkohet në një koalicion me vetëndosjen. Tha se unë do ta votoja një të tillë. Po, zoti Enver Hoxhaj është një personalitet e rëndësishëm në Partinë Demokratike të Kosovës, me qenë se është politik që nga pas lufta dhe ka qenë antar i Partisë Demokratike dhe bartës e funksioneve publike shumë të rëndësishme të këtij vendi. Unë kam një respekt të madh për zotin Enver Hoxha, i cili e dëgjova, e pash emisionin pak më herët, dhe i cili dha një mendim personal në lidhje me koalicionin e mundshëm që sipas tij do ta përkrahte me lëvizjen e vendosje, po ky nuk është qëndrim i organeve të partisë, as i kryesisë Partisë Demokratike, as i grupit parlamentar, as i këshillit drejtues, është një qëndrim personal i zotit Hoxha, ndërsa unë fare thjesht mund të them që as nuk do të ketë, as nuk ka koalicion me lëvizjen e vendosje. A do ta votonit ju? Absolutisht jo, në asnjë mënyrë. Pse? Kam arsyet, besoj që arsyet janë bërë publike shumë herë, ekziston një zbardhje. Ja, mund të ketë ndryshuar rrugës diçka. Absolutisht jo. Unë them që
në asnjë rast, në asnjë mënyrë nuk e votoj këtë koalicion të mundshëm. Absolutisht. Nuk ka gjasa që ndodh, absolutisht, as nuk diskutohet. As me zotin Hamza kryeministër? Unë personalisht nuk e votoj koalicionin me vendosjen as me zotin Hamza kryeministër. Kam qëndrimet e mia, që janë linjë me vendimin e partisë. Ju e keni dëgjuar edhe kandidatin tonë për kryeministër, zotin Bedri Hamza, edhe kryetarin e partisë, edhe sekretaren, edhe gjithë deputetët, që secili prej tyre është kundër një koalicioni të mundshëm me lëvizje me vendosje. Për shkak të qeverisjes që kanë bërë në këtë 4 vjeçar, apo për shkak të së kaluarës? Për shkak të kaluarës. Pra para se të vinin në qeveri? Për shkak të së kaluarës. Për shkak të veprimeve të tyre antiligjore dhe antikushtetuese që i kanë bërë sulme ndaj institucioneve të Kosovës, ndaj figurave të Partisë Demokratike dhe partive tjera që kanë qenë në kuvend. Pastaj për shkak të keqeverisjes të skajshme, për shkak të veprimeve kundërkushtetuese, për shkak të sulme që janë bërë gjithë spektet, jo vetëm politik, po edhe media, edhe gjykata, edhe prokurorive, edhe gjitha, dhe për shkak të një klime të degradimit që çdo institucionit që është në këtë vend. Po siguroni se nuk do të ketë një koalicion për duke vendosje? Absolutisht nuk do të ketë. Çka nëse ndryshon në të ardhmen, pra ndërhyjnë ose faktorin ndërkombëtar, ose me ndonjë mision më të madh? Personalisht nuk e votoj absolutisht kurrë. E qartë. E thënë prej razi. Mund të thotë kush do, mund të bëj përpjekje kush do, vendorës të ndërkombëtar, vota ime do të jetë kundër, tash, nesër, pas nesër, vazhdimsi. Por e përkrani një koalicion me ish opozitën, apo? E përkroj një zgjidhje të këtij ngërçi politik që është bë, e që dohet të japim një drejtimi. Mendoj që partitë politike që janë përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës e që kanë qenë në opozitë më herët, dhe së bashku me përfaqësuesit e komuniteteve që janë të zgjedhur deputet aty, mendoj që ekziston mundësia që ne të gjejmë një zgjidhje dhe të ecim tutje. Si person që në një forme jeni mishruar me fushën e sigurisë, si po shihni tani deputetët ministra dhe deputetin kryeministër në ECA-kët e tyre që po i bën në publik me shumë makina, me shumë gjipa, me shumë pjesëtarë të sigurisë, a është nevojshme që ta kenë gjithë të siguri? Po shiqoni, unë kam një mendim ndryshe nga ndoshta kolegët e me parlament, gjitha partive. Prandaj pra themi se ju jeni i fushës, sepse nga një fushë të cilën kam punuar mjaft gjatë, dhe unë jam habitur në kaluarën dhe habitem edhe sot, kur nga një herë, qoftë në TikTok, qoftë dikun, dalin ato sekvencat ku deputeti Kurti, ish kryeministri Kurti, ka onë deklarata në kaluarën sa ishte në opozit, kundër procedurave që i kanë policia, apo procedurat të cilat ata duhet të ofrojnë mbrojtje të afërt për personalitetet e këtij vendi, dhe mendoj që ato kanë qenë plotësisht të gabuara, dhe mendoj që kryetari i shtetit, apo kryetaria e shtetit, presidentja, pastaj kryetari i parlamentit, pastaj kryeministri duhet të ketë mbrojtjen e afërt, është procedurë standarde dhe nuk lejohet që ata janë persona të rëndësishëm, dhe nuk lejohet që ata të vinë në situatë që të kenë probleme me sigurinë e tyre personale, apo me sigurinë e familjes tyre, dhe është procedurë cilën duhet zbatuar, dhe Policia e Kosovës është institucioni që duhet të ofrojë mbrojtjen e afërt. Ata i bën vlerësimet se sa do të jetë numri i makinave, sa do të jetë numri i personaliteteve. Mirë po mendoj që nganjëherë ky numër është i tepruar tani. E kam fjalën për gjithë, po sidomos për presidentin e vendit dhe sidomos për sa ka qenë kryeministër deputeti Albin Kurti. Kanë rritur numrin, ka qenë egzageruar mbrojtja e afërt? Po Policia e Kosovës bën vlerësimin e zëshmërisë në vazhdimsi. A ka rrezik? Dhe kuadër tyre vlerësimeve e propozojmë edhe numrin e pjesëtarëve të mbrojtjes të afërt. Mirë po, për shembull, kemi një numër mjaft madh të mbrojtjeve të afërt që ofrojnë siguri për familjet. Dhe mendoj që nuk ka qenë përvojë në kaluarën, është bërë mbrojtja kur ka pas nevojë, po jo me shumë policë ku ta diun. Mirë po duhet janë të gjithmonë të bazuara në analiza që dalin nga vlerësimi i sigurisë. Në anën tjetër, ministri i detyrës Sveçla, si e ka menaxhuar policinë? Edhe a keni arritur, si me thënë, ta largoni pamjen e tij të dikurshme duke gjuajtur policinë dhe tani si një person i cili është lider dhe i prinë policisë? A keni fshirë atë pamjen? Jo, lejoni të them, duke parë gjendjen që nxjerrët policia, situatën që ka, kushtet që i ka, mënyrën se si janë duke funksionuar, mënyrën se si janë duke operuar, besoj që nuk e kanë ndruar shumë atë pikpamjen që kanë pas. Ja, po tash nëse janë dy figura, njëra duke gjuajtur policinë me gurë dhe tjetra si lider me atë uniforme me pak a shumë. Me gurë ke dëmtuar fizikisht,
me veprime si ministër e ka dëmtuar si institucion. Pra, nëse sa ka qenë opozit dhe e din gjithë veprimet e zotit Sveçla, që shihet në shumë pamje televizive duke hedhur gur dhe mjetet tjera ndaj polizëve, ndaj njësi speciale, atëherë menaxhimin e protestave, e që njëri nga përfaqësuesit kryesorë të lëvizjes vendose në protesta ka qenë zoti Sveçla me disa tjerë. Kemi edhe një pamje në Klan Kosovë, gjithmonë që e transmetojnë. Ne tash jo, por po mendoj e kemi të filmuar. Atëherë e kemi pasur se kanë qenë ato veprime dhe në anën tjetër ti je ministër dhe të mos lejosh që policia e Kosovës të zhvillojë operacione në bazë të planeve që i ka, po të diktosh të përzishën në punë operative, mendoj që nuk do shumë koment, dhe po ashtu të lejosh që nga një herë të bësh edhe veprime antiligjore. Dhe kur them antiligjore, kur ti del dhe flet në emën të policisë kur nuk takon, kur ti del dhe flet në emën të prokurorit dhe nuk takon. E kalimi kompetenca? E kalimi kompetenca dhe dëmton shumë institucionin. Pra, du të jesh kujdes, me qenë se pushtetet janë të ndara, në rastet të operacione policore, është drejtori policisë apo drejtori departamentit përkatës që duhet del në konferencë për media, zbashku me prokurorin e shtetit apo prokurorin e shtetit, dhe pastaj spektri politik duhet të normalisht që dalë, po jo të mburët e as paralajmëj operacione tjera policore, po thjesht të dalë dhe të mbështes polici në kuptimin e krijimit kushteve që ata të veprojnë pa penguar në ushtrimet e tyre. Pra, shihet që jeni pak kënaqur me mënyrën se si e ka menaxhuar ministri. Absolutisht po. Dhe jam i pakënaqur shumë me qenë se për çdo ditë takoj polic, edhe gjatë rrugës time që i bëj qoftë orës kuvend apo edhe punëve private që i kam. Absolutisht gjithmonë dalim dhe përshëndetem me patrollat policore, kam obligim edhe moral, dhe normalisht që diskutoj edhe për çështjet e... Çfarë thonë ata? Puno? Çfarë thonë? Po, mjerim, gjendjen që kanë, sa i përket edhe mbështetjes financiare, edhe pagesave të shtesave, edhe pajisjeve, edhe logjistikës, janë, kur s'ka qenë më keq, paramendoni kanë probleme edhe me çështjet të higjienës personale, edhe të letrave tualetit, edhe me gjëra tjera të cilat as që do duhet diskutoheshin këto. Ndërsa bën veprime atje ka një herë për mua dhe të paleshme, sidomos në menaxhmentin e lartë policisë, ku krijohen disa gjëra që nuk janë para me ligjin e policisë fare. Dhe heshtët. E ka kapur, apo e ka çkapur policinë vetëvendosja dhe zoti Sveçla? E ka shtirë për toke. Kapur, përfytje dhe shtirë për toke. Keq nga puna. Absolutisht. Dhe qale, falenderoj shumë që keni arson dhe studi. Falenderit për jush. Ndërkohë shoqëria civile do të mbesëm me tutje tek seanca që ka dështuar ose zgjatë vetëm 1 minutë e 55 sekonda. Shoqëria civile, 10 aktivist i mlodhi sot para kuvendit